Përshëndetje grupi, si jeni? Dal ga dal po bëhet më I afrueshëm ky channel tek ju me kalimin e kohës, sepse jo pjesa e pushimeve dhe angazhimeve në të njëjtën kohë të punës, të jetës personale, por edhe të pasionit dhe dëshirës për të eksploruar ezoterizmin dhe për të sjellë gjëra nga ezoterizmi këtu. Të gjitha këto gjërat që unë bëj paguhen dhe paguhen me kohë nga jeta ime. Ne çdo gjë që bëjmë e paguajmë me kohë. Ashtu si shkojmë edhe në punë, ne shesim kohën tonë për t'i kursyer kohë dikujt tjetër, sepse ai ka më shumë të ardhura, sepse ai e ka kuptuar që të ardhurat blen kohë dhe koha është mënyrë për të jetuar. Është moment. Megjithatë, sot unë do të flas pak ndryshe nga herët e tjera për një libër I cili rrallë mund ta gjejnë në gjuhën shqip dhe të shkruar më shumë nga një shqiptar. Është një libër ku mua më ka bërë të mendoj, të reflektoj, ta shijoj në maksimum të gjithë rrugtimin e librit dhe në fund të kuptoja diçka shumë të madhe, që nuk do t'ja u them, sepse dua që dhe ju ta lexoni. Në pikpamjen time të parë, ky libër dukeshe si një aventurë e bukur, si një eksplorim shpirtëror, por që të rëmbente aq shumë dhe ti kishe dëshirën se çdo të ndodhte në faqen tjetër. Dhe papritur më erdhi një pyetje në mendje, po sikur të kishim në pasaportën tonë aq vula sa kemi lexuar libra. Sa udhëtime të bukura mund të kishim bërë për te atyre fizike. Në fillesat e mia të para teksa lexoja, unë e kam nisur leximin vetëm nga pjesa e shitjes, sepse më është dashur që të kuptoja teknikat se si unë të shisja dhe si unë të bëhesha më I mirë në komunikim, në psikologji apo në pjesë të ndryshme të proceseve të shitjes. Mbaj mend që libri im I parë ka qenë Pinoku, roman ky, dhe nuk e kuptoja, më dukshte thjesht një prallë, por librat kanë një gjë të bukur që mbartin mesazhe në bazë të dijes njerëzore. Sepse kur ne rritim vetdijen, ne kuptojmë përtej shkronjave, përtej të zezës mbi të bardhë, sepse aty fshihet I gjithë kuptimi. Dhe këtu lidhet dhe shpreha e famshme masonike që e vërteta duhet të qëndrojë përpara syve të njerëzve, që ata të mos mund ta shohin. Kjo shprehje ka si qëllim ruajtjen e dijes. Pra, fsheja është ta ruash, sepse në momentin që ti e ruan këtë gjë, e fshe, nuk do mund të bjerë në duart e të këqijve. Të këqijt nuk janë njerëz që duan të bëjnë keq, por janë njerëz që nuk din ta menaxhojnë ata aftësi që marrin. Dhe dija është një zjarr në këtë rast, dhe nëse ti nuk di ta përdorësh dijen, ajo të djeg. Por nëse e përdor për keq, do djegësh të tjerët. Pra dija nuk është as e mira as e keqe. Thjesht është një vegël që duhet ta ruash, ta fshehësh për këto mendje të pakalitura, të cilat nëse do ta kenë, do të mendojnë vetëm në mënyrën egoiste dhe do ta mbartin për veten e tyre vetëm për të fituar të mira materiale, pa menduar se do t'i bëjnë dëm dikujt tjetër. Kjo është arroganca. Dhe ashtu si po ju thoja për pjesën e librave, unë e kam nisur me libra të zhvillimit personal dhe me kalimin e kohës kam ecur nga zhvillimi personal te bota shpirtërore, pa nga pak tek spiritualizmi në fillim, ku unë fillova ta mbushja veten me gjëra, me gurë, me varse, me
letra tarot duke lexuar, duke parë podcaste, duke shfletuar shumë libra, duke kërkuar njerëz që kishin këto background-e dhe këto dije. Dhe pastaj njoha ezoterizmin dhe kur unë kam njohur ezoterizmin, këto dy botët më përpara, siç ishte bota e zhvillimit personal, psikologji dhe spiritualizmi, mu rënuan, dhe kam qenë në një tavolinë me një mik dhe i them, tani që lexoj dhe studioj ezoterizmin, kam humbur shumë kohë me ato idiotësirat që lexoja më përpara dhe më thotë se e ke shumë gabim. Dhe mbeta, pse e kam gabim, i them, sepse çdo gjë vlen në kohën e vet, më tha, dhe unë nuk ja harroj kur atë fjalë derisa të vdes, sepse vërtet në ato nivelet apo shkallët ku unë kam qenë kohë më përpara, vërtet ato vlenin për shkallën ku unë isha dhe çdo gjë që ne bëjmë vlen për shkallën ku ne jemi. Sa më shumë të rritemi, aq më shumë disa gjëra do ta humbin vlerën, sepse vlenin për shkallën ku ne ishim, dhe disa gjëra të tjera do ta marrin vlerën që vlen për shkallën ku ne jemi. Dhe ato që janë më lartë se shkalla ku ne jemi, për ne nuk vlen, sepse ne nuk i kuptojmë. Dhe gjatë leximeve të ndryshme, kryesisht në verë unë lexoj romane, pastaj e shtriva fushën tek romanet romanc, nga romanca kalova në thriller, nga librat psikologjik kalova në spiritualitet, nga spiritualiteti kalova në studimet okulte, studimet ezoterike, çfarë është ezoterizmi, pastaj njëjta shkencat e ndryshme siç është numerologjia, alkimia e shumë të tjera se janë shumë, mjekësia popullore, mjekësia hinduiste, mjekësia islame, gjeometri e shenjtë, gramatik, misteret e fshehta të eluzianëve, janë aq shumë gjëra saqë jeta nuk mjafton që ti kultivosh të gjitha, prandaj ty Zoti ta jep mundësinë që të lidhesh me njerëz, të dëgjosh të tjerë, të provosh nga jeta jote momente. Dhe një nga këta përjetime, pasi unë isha kthyer nga udhëtimi im shpirtëror prej 10 orësh, që unë e kam bërë dhe video këtu në YouTube që do ta gjeni në channelin ton. Dhe do kemi her pas here sërish video që unë do të bëj dal nga dal, sepse më besoni, është shumë e vështirë ti bësh të gjitha vetë. Unë kam vetëm një mik aktualisht, i cili shumë shpejt do të jetë edhe ai në linjën tonë, studion ezoterizmin, përqafon shumë neuroshkencën, edhe do të kemi goxha materiale, por aktualisht e kemi shumë të ngarkuar agenda, sepse ashtu si u thash, është e vështirë që ti bësh të gjitha në të njëjtën kohë dhe duhet ti programosh, ti ndash disa herë të merre edhe rjedha dhe nuk e ke mundësinë ti përballosh. Megjithatë të mos e humbi fokusin, për herë të parë në Shqipëri, nga një shqiptar, unë po lexoj një libër ezoterik. A duket mirë ajo? Ky është Atman nga Fisniku. Është një super libër. Unë do ta tregoj edhe me imazh tek videoja, do ta bashkangjit që të duket më pastër, po ky është si libër, është diku rreth 131 faqe, është shumë i shkurtër, por është një histori magjepsa. Fisniku është një djalë që unë kam vite që e njoh, nga rastësia, e cila në thelbin e saj rastësia nuk është rastësi, por është një rregullator që ne treqim në jetën tonë njerëz në nivele të caktuara ku ne vetë jemi. Pra, nëse ne, po e thjeshtoj pak më shumë këtë, nëse ne jemi në nivel, ose nëse ne jemi në një nivel mental shumë të ulët dhe kemi një punë shumë modeste, ne do të njohim
njerëzit e atij niveli nuk mund të njohësh, ti mund të dëgjosh për njerëzit e tjerë, por nuk mund t'i futesh dot në jetë njerëzit. Për shembull, një pastrues pa dashur ta thyej këtu nuk mund të shoqërohet për një kohë të gjatë me një shkencëtar. Ka disnivel komunikimi, ka disnivel botkuptimesh. Një dentist nuk mund të shoqërohet për një kohë të gjatë të ri dhe të flas për terma shkencor me një që studion mekanikën kuantike. Ose nuk mund të martohet për shembull një prokurore me një që mbledh kanaçe. Janë gjëra që janë kontradiktore për shkak të energjisë. Energjia vibron dhe vibrimet janë shumë lart me njëra tjetrën, shumë larg me njëra tjetrën. Kështu ndodh edhe tek ezoterizmi. Kur ne e rritim shkallën, e do njohim njerëzit në atë shkallë, pra i ngjashmi tërheqët i ngjashmi. Në këtë libër, që unë do t'ju ftoj me shumë dashamirësi ta lexoni nëse ju vërtet doni të provoni koncepte dhe tipologji të ezoterizmit të para nga një këndvështrim si fisniku që studion kabalën, studion numerologjin. Unë sot sa u ndava nga një intervistë me të, se ai nuk jeton në Shqipëri, është duke botuar dhe disa libra të tjerë, të cilin unë e përshëndes dhe i uroj sa më shumë jetë të gjatë, shëndet dhe pastaj punën e tij të madhe, sepse na intereson që këta njerëz të jetojnë gjatë, të lënë gjëra, sepse ne jemi këtu që të lëmë kujtime dhe të mbahemi mend në fund. Nëse arrin të mbahesh mend, ja ke dalë në këtë botë. Sokrati arriti ta bëj, Pitagora arriti ta bëj, Mark Aureli arriti ta bëj, Seneca arriti ta bëj, Sokrati gjithashtu, Platoni gjithashtu. Pra, të gjithë këta njerëz, Albert Pajku gjithashtu, kanë arritur ta kuptojnë thelbin e jetës dhe të mbahen mend, Skënderbeu gjithashtu. Dhe për aq kohë sa mbahesh mend, ti ke fituar. Mendoj që me miliona njerëz nuk mbahen mend, as nuk kujtohen më, sepse nuk kanë ditur si. Dhe këta janë njerëz që lejnë gjurmë, lejnë vlera. Fisniku është një njeri shumë i thjeshtë. Nuk i pëlqejnë gjërat e luksit, bën një punë modeste dhe është shumë i apasionuar pas filozofisë Arthur Schopenhauerit, njësoj si dhe unë dhe miqtë e mi që kemi. Schopenhaueri është një mendje brillante për mua dhe ai trajton jetën në pikpamje dhe pesimiste, por t'jep një pikpamje që nuk do doje ta shkëmbeje edhe me gjëra të sikur të ishin të mira materiale. Në libër trajtohen disa personazhe ku i gjithë libri është një rrugtim shpirtëror, ku nis me një udhëtim midis një treni dhe midis majave Atma, At dhe Man. Janë dy majat e jetës, ku libri ka marrë titullin Atman, që në sanskrisht do të thotë vetvetja jote e thellë, reale. Pra, njeriu ka trupin, ka mendjen, ka egon, që thotë ego është pjesa që mendon ose supozon se është. Mendja mendon për jetën, trupi t'i jep mundësinë për të jetuar, ndërsa vetvetja e thellë është ajo që ti je në të vërtetë, i paformi. Pra, Carl Gustav Jung e kishte zbuluar këtë dhe në fund në librin e tij, libri kuq se libri i tij i zi, ditari i tij me emrin Libri i zi nuk u botua, ai shkruante se brenda çdo personi është një tjetër që ai nuk e njeh. Ose brenda nesh është dikush tjetër që ne nuk e njohim. Dhe kjo është shumë e thellë nëse ti fillon dhe ta mendosh, ta vendosësh mendjen në punë, por edhe ta stakosh ndonjëherë për të kuptuar atë që mendja nuk e kupton dot.
Disa gjëra nuk kuptohen me mendje dhe pikërisht për këtë libri flet, sepse janë gjendje dhe gjendja nuk ka mendim, ka emocion, ka ndjenjë. Në libër do trajtohen shumë element të aspektit anima dhe animus, se si femra dhe mashkulli qëndrojnë brenda një personi, se si aspektet shpirtërore trajtojnë njëra tjetrën, dhe ne në thelbin ton, sipas shkrimeve të Rudolf Steiner në një nga librat e tij, ai përmend se para se ne raca jon të vinte, thot, ka qenë një racë hiperboranët, mos gaboj emrin, dhe kjo racë ishte me të dyja sekset brenda vetes saj. Pra kishte edhe mashkullin dhe femrin. Në gjeneratën e 4 të racave kur u ndan që erdhën lemurianët, që ishin njerëz blu, atje u nda gjinia. Dhe aspekti shpirtëror dhe femëror u ndan. Femra u krijua më vete, mashkulli u krijua më vete. Mirë po, gjithmonë energjia do kërkoj unitetin, bashkimin me njëra tjetrën. Prandaj ne sot kemi dëshirë të duam seksin e kundërt, ne meshkujt. Dhe femra ka dëshirë të doj seksin e kundërt, me përjashtim të shoqërive të reja që kanë dalë tani dhe dëshirave të tyre që të ndërveprojnë me njëri tjetrin. Kjo është punë e tyre, mua nuk më intereson, por ajo nuk është rruga e duhur, sepse nuk sjell vazhdimsinë. Dhe për aq kohë sa një marrëdhënie nuk sjell vazhdimsi, vdes. Është drejt fundit, është drejt mbarimit. Dhe bashkimi këtyre dy energjive të kundërta vazhdon akoma dhe sot, ku ne kërkojmë aspektin femëror dhe femra kërkon aspektin mashkullor, dhe duke kryer marrëdhënien seksuale, gjatë aktit të marrëdhënies seksuale krijohet një qark i mbyllur nëpërmjet kanaleve energjetike që quhen chakra, dhe atje bëhet bashkimi i këtij uniteti dhe ne si mashkull dhe femra ndihemi vërtet mirë gjatë aktit, sepse energjit po bashkojnë me njëra tjetrin, po kthehen në nivelin e tretë ku ishin një. Megjithatë, kjo vlen për pikpamje, sepse ky libër nuk trajton vetëm anën e marrëdhënies së femrës dhe mashkullit, trajton element shpirtëror, siç janë udhëtimi, tregu i ndjesive që përmendet shumë herë në libër për pjesën më të bukur të jetës së njeriu, që është mosha ku njeriu ka kaluar 7 deri në 14 vjet, sepse moshat evoluojnë me 7 vite gjithmonë, ciklet e moshave mentale, për shembull 0 deri në 7 ti pranon, 7 deri në 14 ti fillon përpunon atë që ke pranuar dhe eksploron për më shumë, 14 deri në 21 fillon të krijosh atë autokritikën me veten dhe kritikën ndaj të tjerëve. Pastaj 21 me 28 fillon kritika e fortë, edhe me radhë shkallët e tjera, derisa shkon tek shkalla e fundit që është vëzhgimi. Nuk kam as të mirë as të keqe, ti thjesht vëzhgon, e gjitha është, e gjitha ndodh, ti thjesht je. Dhe kur e kupton këtë, kjo të ndryshon rrënjësisht të gjitha gjërat, dhe me kalimin e viteve ti fillon e përpunon akoma më shumë këtë, sepse duhet bëhen ciklet e kohës fizike në këtë rast, dhe ciklet shpirtërore që bëhen çdo 7 vite, pastaj që ndodh ndryshimet. Disa njerëz arrin edhe para kohë këtë në bazë të studimeve, në bazë të meditimit, përvojave shpirtërore që u ndodhin, por edhe përvojave jetësore. Në tregun e ndjesive flitet shumë bukur për një vend emocionesh, ku njerëzit shkojnë atje, dhe unë, duke qenë se jam edhe tip pak pamor,
pak si shumë nga pjesët e tjera nga dëgjimori dhe kinestiku, mendoj që ishte një treg shumë i bukur, siç unë imagjinoja, një treg ku njerëzit shkonin, thurnin ëndra shumë shpejt në shtëpi që ai e përshkruan fisniku shumë bukur, shtëpi të ndërtuara prej tallashi thotë, dhe sa herë që binte sirena ose boria e fishkëllima e trenit, këto shtëpi rënoheshin, njerëzit sapo mërziteshin për diçka të vogël iknin dhe të gjitha premtimet binin poshtë. Pra ishte një pjesë e mirë menduar e këtij njeriu që ka shkruar këtë libër kaq të bukur, dhe sepse ai ka ditur të ndërveprojë me mendimin kolektiv, sepse shumë njerëz janë vërtet të aftë sot të krijojnë shumë gjëra, por i krijojnë vetëm për veten e tyre. Ndërkohë që thelbi i jetës është që ti të ndërveprosh dhe t'i japësh të tjerëve, sepse vetë natyra njerëzore është ndërtuar në faktin e të shërbyerit të tjerëve. Pra, e ç'kuptim do ta kishte lulja, një lule e bukur nëse nuk do të lëshonte erën e mirë. Lulja e merr vlerën kur e lëshon erën. Pra, kështu është edhe jeta. Dhe fisniku e ka kuptuar shumë këtë, edhe megjithse në bisedat tona që ishin dhe pak të thella, sepse ai studion sufizmin shumë, kabalën thash, numerologjin, studion pak astrologjin kineze, edhe më bëri një parashikim shumë të mirë që unë e përqafova disi, sepse unë jam gjithmonë i hapur për të gjitha mundësitë apo njerëzit që unë takoj dhe njeh në jetën time, dhe ai më tregoi shumë bukur për pjesën se si ishte lidhur me filozofinë e Schopenhauerit, dhe i them që kjo filozofia është të mban pak vetëm, dhe më thotë se e di që sa më shumë të dish, më shumë bëhesh i vetmuar Odisea, po si ja bën, i them, dhe më tregoi një histori shumë të bukur. E di pse ndodh që bëhesh i vetmuar, tha, sepse ti fillon dhe jeton lart, tha. Ku lart, i them, dhe jeton po ja në katin e 150, tha. Dhe pa pritur një gocë, një vajzë, dhe i thua e kam katin në shtëpinë e kam shtëpinë në katin e 150. Nuk i ngjit njeri shkallët aq lart, sepse të lodhin, më tha. Dhe kjo gjëja mua më bën që të zbres poshtë, për t'i takuar njerëzit, për t'i afruar ata, për t'u njohur me ta. Dhe nëse do t'aftoja lart, me siguri nuk do të vinte, dhe kështu do të mbetesh akoma më shumë vetëm. Por të gjeja një komshi në katin e 150 ishte shumë e vështirë. Megjithatë, nuk mundem do ta braktis katin e 150, po pse i them? Nuk e ke idenë se çfarë pamje kam, tha. Dhe kjo më bëri të mendoj se vërtet në ezoterizëm, edhe në shkencat ezoterike, se të gjitha i përfshin ezoterizmin. Ezoterizmi është baza e jetës, është rruga ku jeta kalon. Është misteri më i madh i jetës njerëzore fshihet në ezoterizëm, sepse përfshin të gjitha shkencat që ti sot njeh. Ezoterizmi është burimi i të gjithë jetës. Është ajo shtylla e madhe ku jeta vërtitet. Është spiralja e madhe që e bën jetën të evolojë. Dhe nuk është për të gjithë, sepse kërkon vetmi. Dhe vetmia ka një gjë të mirë dhe një gjë të keqe, sepse ne jetojmë në një botë dimensionale, tridimensionale, dhe thuhet se këtu ecet me pole, poli negativ, poli pozitiv, edhe pse është e njëjta energji në kahe të ndryshme. Ne vazhdojmë ti shkojmë kësaj gjëje, dhe gjatë gjithë kohës trajtimi që ai bën në këtë libër është një rrëmbim shpirtëror, imagjinar shumë, dhe me shumë kuptime filozofike. Ai përmend nimfën, përmend Abisi. Abisi është vendi ku në
emisionet e mia apo në ato që unë flas, njihet si ndeku psikologjik, që është e pamundur që dikush që futet në ezoterizëm apo në rrugë të tjera, në çdo rrugë që do futet, si në dashuri, si në shkencë, si në psikologji, si në një biznes, të mos e kalosh abisin. Shumica shkojnë tek abisi. Asnjërin nuk ndalon pa shkuar tek abisi. Budallënjtë e lumtur nuk shkojnë kur tek abisi, dhe pjesa tjetër që shkon ngelet aty. Shumë pak e kalojnë abisin. Pra, është e pamundur që njeriu që kërkon të mos njohë abisin. Abisi është përplasja me unin tënd, me veten tënde, me gjithë mekanizmin tënd. Çfarë ti ke menduar se je? Por ti nuk je ai që mendon se je. Dhe këtu fshihet i gjithë misteri i pjesës tjetër. Kur kalon abisin, ti fillon të bësh më i mençur, fiton dijen, fiton përvojën, fiton shumë gjëra, fiton eksperiencën e jetës dhe kupton se të gjitha përgjigjet që kërkoje ishin brenda teje, por ti duhet të bëje këtë rrugtim. Dhe libri të tregon pikërisht këtë gjë. Dhe e bukura e librit është se në fund mbaron me një paradoks shumë të bukur. Sepse dashur pa dashur, ti kupton se personazhet ishin thjesht shoqëruesit e rrugës dhe se personazhi kryesor ishe ti. Kjo është magjia e këtij libri. Por unë e pyeta fisnikun dhe i thash nuk e di se sa do ta kuptoj njerëzit këtë që ti ke shkruar. Unë e di më tha që vetëm një 10% mund ta kuptoj atë që unë kam shkruar, por unë e kam shkruar sepse unë e ndjej dhe ajo është bota e tij, është bota komplekse e tij, sepse fisniku nuk ka një botë të thjeshtë në këto gjëra që ka shkruar, duket si një prallë, duket si një udhëtim, por nëse kupton më thellë dhe studion më shumë ose ke lexuar libra si ky Balioni ose gjëra të kësaj natyre, ti kupton që aty ka element alkimik, hermetik, hinduist, Vedat, sufizëm, islam, krishtërim, paganizëm, i ke një lloj fushe shumë mix dhe para se të madhuronte librin më thot lexoj se do kënaqesh. E po unë ja ku po ta them sot miku im që unë nuk u kënaqa aq shumë, por unë më mrekullova. Ishte një magji, një rrugtim magjik nëpërmjet rreshtave të lumshin duart dhe bëf sa më shumë libra të kësaj natyre dhe ja u rekomandoj të gjithëve ata që studiojnë vërtet ezoterizmin ta lexojnë librin e Atman, sepse është një nga bukuritë më të bukura që unë kam parë duke lexuar. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur. Paqe shpirtërore.